Interesojnë Albin Kurtit, interesojnë partive të opozitës, kujt i interesojnë? Pra, përmes qartësu njëra shumë zgjidhja ajo, ka shumë spekulime ndin, edhe ka shumë paqartësi, sepse edhe ekspertët e kushtetutës nuk janë duke dhënë vlerësime reale dhe profesionale në të cilet ne duhet të thirremi, sepse ata po japin shpeshherë qëndrime kushtetuese, juridike, siç mendon partia. Dhe pastaj këto po krijon një farë amullie në publik, paqartësi në publik. Ende nuk dihet që është shpjegova në fillim, nëse sonte fillon një seancë, e cila lihet e hapur. Kemi vetëm zotin Konjufsa kandidat dhe nuk kemi kandidat të dytë. Kryetaria e Kuvendit, që është zonja Albolena Axhiu nga Lëvizja Vetëvendosje, do ta ndërprej seancën dhe do të ftoj partitë për konsultim për të bërë quorumin dhe për të pasur një kandidat të dytë. Dhe këtu thuhet që janë pastaj 60 ditë afat. Kjo është në bazë të asaj se çfarë kanë deklaruar ekspertët e kushtetutës. Kjo është e para. E dyta, ka të tillë që thonë që nga sonte Kosova automatikisht shkon në zgjedhje. Pra, nesër zonja Vjosa Osmani mund të shpallë zgjedhjet e reja. Kjo çështje unë nuk dua të hi edhe të jam vlerësim profesional kushtetues, sepse nuk jam i thirrur për këtë, por unë po i tregoj dy aspektet se çfarë po diskutohet dhe cilat janë qëndrimet në publik. Kjo mbetet për të qartësuar, po besoj shpejt, apo do të kemi një pajtim. Dhe ai komentojnë kujt i përshtaten zgjedhjet. Absolutisht asnjëna. Shiko, është katastrofë nëse ne shkojmë në zgjedhje për një çështje. Ne sapo patëm zgjedhje, kemi një qeveri, duhet të votuar buxheti, ka çështje tjera jashtëzakonisht madhore. Kjo do të ishte katastrofale për Kosovën që këta me çuan në vendin në zgjedhje. Por këtu do të humben, shiko, unë mendoj që kjo situatë varet nga pozicioni i zonjës Vjosa Osmani në të ardhmen. Nëse zonja Vjosa Osmani vendos të ketë një forcë politike, një iniciativë politike, jo lista Guxo, nuk besoj sepse lista Guxo me zonën Donika Gërvalla nuk po e përkrah zonën Vjosa Osmani. Pra, nëse zonja Vjosa Osmani fillon një iniciativë të re, apo potencialisht mund të kthehet në lidhjen demokratike të Kosovës, të jetë parçe e listës, të jetë kutadione. Jo, do të dëmtoj absolutisht lëvizjen vetëvendosje. Që ne komentet e fundit ndaj zyrtarëve të lëvizjes vetëvendosje, të qytetarëve të ndryshëm, janë që po që se nuk e nominoni edhe njerë zonja Vjosa Osmanin, ju do të pësoni shumë në zgjedhje. Pra janë mesazhe që njerëz i dërgojnë lëvizjen vetëvendosje, njerëz që e kanë votuar vetë lëvizjen vetëvendosje, edhe njerëz që unë kam kontakt. Pra, nëse pozicioni zonjës Vjosa Osmani merr qendrim politik, formon parti, ose shkon në lidhjen demokratike të Kosovës, natyrisht që ajo do të merr votat e letrimet e lëvizja vetëvendosje. Nëse zonja Osmani krijon subjekt politik të vetin pa lidhjen demokratike të Kosovës, ajo do t'i merr vota edhe lidhjes demokratike të Kosovës, por edhe lëvizjes vetëvendosje. Pra këtu do të pësojmë pasaj dyja. Dhe e treta që është, kush do të pësoj gjithashtu nga kjo situatë, është Alianca për Armërinë e Kosovës, e cila mezi kaloi pragën prej 5% në 6%. Kjo mund ta sjell Aliancën për Armërinë e Kosovës, sidomos pa zotin Haradinaj, i cili nuk është më kryetar i Aliancës për Armërinë e Kosovës, dhe do ta sjellë një pozitë pa lakmueshme këtë subjekt politik. Ndërkohë që Partia Demokratike e Kosovës, në bazë të gjitha kalkulimeve, dhe do të jetë e dyta. Siç është aktualisht. Po, siç është aktualisht. Pra do të jetë e dyta. Çfarë mund të ndodhë që lëvizja vetëvendosje mund të ketë rënje, ndërkohë që Partia Demokratike mbetet e dyta. Pastaj ndarja e votave varet se që është shpjegua, po do të jetë zonja Vjosa Osmani dhe pozicionimi i saj, a me një subjekt të ri politik, apo me
lidhjen demokratike. Kjo mbetet për të parë, por për me përfundu, zgjedhjet janë totalisht të panevojshme në këtë situatë. Unë mendoj që këta nuk kanë qenë transparent, nuk kanë tregu leadership, nuk kanë tregu përgjegjësi institucionale, e kanë pru Kosovën në një pakikori totale të panevojshme, një çështje që ka mund të jetë protokollare, me zgjedhjen e një president i cili do të kalonte vetëm këtë fazë, por prapë po shpresoj që këto 7 tetor, po shpresoj të gjendet një zgjidhje. Në sekondat e fundit, se të mora më shumë kohë nga sa që kishim rënë dakord, në dijenin tënde ka patur ndërhyrje ndërkombëtare nga Brukseli apo Washingtoni në këtë krizë apo jo? Jo, nuk ka pasur siç nuk ishte edhe te pjesa kur u formua qeveria kur ishin ato bllokadat e para. Të paktën për informatat që unë kam edhe me njerë që punojnë në ambasada, me zyrtarë të ndryshëm, komunikime diplomatike, jo është lënë Kosovës ta zgjidhë këtë problem, Unë mendoj që gjithashtu, le themi, zonja Vjosa Osmani, nëse ajo do të jetë në opozit nesër, ose sot nga nesër, nëse kemi një president sonte të ri, zotin Glauko Njufca, atëherë opozita në Kosovë do të jetë më e fortë. Edhe opozita ndaj zotit Kurtit do të jetë gjithashtu më e fortë.